Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në një video të radhës. Në këtë video do të flasim për plugins, ose në shqip shtesat. Çka janë plugins? Janë shtesa të cilat kryen një rol të caktuar ose një punë të caktuar, në qoftë se nuk e kryen vetë WordPress-i apo vetë thimi që ne jena të punu. Për të gjetë plugins, vim tek pjesa e dashboardit anën në majt, vim tek plugins edhe shfatit kjo pamja këtu. Për momentin nuk kena asnjë lloj plugini të instaluar. Për ta instaluar një plugin të ri, e klikim add plugin. Edhe shfaqet tash kjo pamja këtu që ne mund ti shikojmë edhe të instalojmë pluginsa që neve na nevojiten. Si fillim e kena pjesën e feature, pluginat të cilat dhe më thënë janë të vendosura nga vetë WordPress-i. Pastaj kena pjesën e popular, të më thënë i kena të gjitha pluginsat e popularizume, më të mëdhaja dhe më të instalume, që janë dhe më thënë në ekosistemin e WordPress-it. Për momentin i kena dikun 55.000 plugins aktiv, që ne dhe më thënë i kena gati të i instalojmë. Para që është lideri dhe giganti i kësaj pune, është elementori që ne dhe më thënë do e shpjegojmë në këtë trajnim. Kjo është, do të thënë, në vendin e parë për më shumë instalime, pastaj vjen plugini Yoast SEO, që është një plugin shumë i lehtë dhe i thjeshtë në përdorim sa i përket pjesës së SEO-s. Edhe pastaj kena këtë kontakt formën, Classic Editorin, WooCommercein është një plugin për dyqane online, nëse shef ti produkte online. Kena këtë pluginin tjetër që sa i përket pjesës së shpejtësisë dhe me i vendos ato kashin, edhe me optimizu pjesën e pamjes së parë të faqes. Edhe kena pluginsa të ndryshëm që disa prej këtyre, do me thënë do i shpjegojmë në këtë trajnim, e që një prej këtyre është njëtë edhe Rank Math SEO, që do jetë një prej pluginsave që do jetë më në detaje i shpjeguar në këtë trajnim gjigant, sepse është prej pluginave më të mirë në ekosistemin e WordPress-it për SEO. Këtu do me thënë kena mundësi me instalu pluginat. Për shembull, tash unë dëshiroj që ta instaloj një prej pluginave për këtyre, vetëm sa për test, të shikojmë edhe këto rekomandet. Po do të thënë disa pluginsa që janë të rekomanduar vetëm nga WordPress-i, edhe këtë pjesën e kena pjesën e favoritave, se çfarë kena ne favorit. Edhe kthena përsëri tek popular. Para se me instalu një plugin, gjithmonë shikoni disa gjëra do të shikoni. Do shikoni gjithmonë pjesën e reviewsave, për ta dalluar domethënë një plugin a është i mirë apo jo. Gjithmonë shikon pjesën e reviews, sa reviews ka edhe sa e ka këtë përqindjen e reviewsave a ka të mirë, edhe kur është të bëme domethënë update. Në këto janë di standarde shumë të rëndësishme sa i përket instalimit të një plugini, pa marrë parasysh se cili plugin është. Do duhet mi pa gjithmonë kur bëhet update për herë të fundit, edhe çfarë reviews-a ka edhe sa e ka mesataren e reviewsave. Për shembull, kjo Yoast SEO është domethënë 5 stars me 27.000 reviews-a, që tregon se është domethënë last updated është domethënë ditë më parë, që tregon se është up to date gjithmonë, edhe tregon që është një plugin stabil, një plugin i sigurt, një plugin shumë i mirë që në të ardhmen ti mund ta përdorësh tek website-i jot tek shumë e radhë. Për shembull, kena këtë kontakt formën që ka 10 milion instalime, mirë po ka domethënë 10.000 reviews-a që janë pak për 10 milion instalime, edhe nuk janë domethënë të gjithë 5 star, kështu që ka diçka që ky plugin nuk është 100% që i kryen nevojat e njerëzve, e kështu me radhë. Pastaj është WooCommerce, pastaj është për shembull kjo këtu Lightspeed, që ka 7 milion instalime, i ka të gjithë 5 stars dhe kështu me radhë. Kjo është një prej atyre pjesëve esenciale në instalim të një plugini. Për shembull, kena këtë pjesën për SSL certifikatën, për shembull kjo shihet që ka 4 milion 8.000
review-sa edhe i ka 5 star. Kur është bo update para 2 ditëve. Tre është shumë e mirë. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Për shembull, do e marrëm vetëm një sa për test. Për shembull, dëshirë ta marrë këtë pluginin, si instalohet një plugin, thjesht e klikon butonin install, edhe e bën aktiv. Para se me bë aktiv, mund të shikosh detaje tjera, për shembull, e bën butonin more details, edhe këtu shikon për shembull mund të lexosh gjëra të tjera, çfarë ka për shembull key features më të mira, si mund ta përdorësh, ku mund ta përdorësh, reviews aty shikosh sa i ka, kur është versioni i fundit, si bëhet instalimi, të fundit që i bëjnë këta, screenshots, se si mund ta përdorësh, reviewsat e kështu me radhë. Gjithmonë domethënë shikoni para gjithmonë këto para se me instalu një plugin. Edhe pastaj bëjmë activate, edhe ja ku instalu domethënë plugin i pa, që ishte kjo domethënë duplicate pages, çka është duplicate? Duplicate pages do kjo për shembull një page ta bësh duplicate. Që mos thellohem shumë vetëm sa për ilustrim, në moment kur e afron këtë për shembull simple page, dalë opsioni të duplicate, që domethënë është plugini që e instalon duplicate, edhe nëse e bëjmë këtë simple page duplicate, kjo do e bën një version më një. Ja pra, domethënë kur e bëni edhe një tjetër. Simple page draft. Këtë mund ta bëjmë edhe një herë, sa duna mund ta bëjmë duplicate. Kjo është vetëm sa për ilustrim një plugin për duplikime. Në kjo ishte sa i përket instalimit të një plugini. Në shtesat, qëllimi i shtesave është ky, domethënë, çfarë mund çfarë nuk mund ti të arrish të bësh vet, ose nëse ke një theme të gatshëm edhe ai theme nuk i ka disa kërkesa që ti kërkon klienti, ose që ti të hinë në nevojë, edhe domethënë vinë shtesat edhe ta zgjidhin këtë punë. Për shembull, ti dëshiron, vetëm sa për shembull ta marr, dëshiron që jetë të punu me një website, edhe dëshiron këtë website edhe ta transferosh në një website tjetër, atëherë do të thënë s'di se si ta bësh, e për këtë punë vjen një plugin që ta bën zgjidhjen. Ai është do të thënë all-in-one VP Migration. Është një plugin që ka 5 milion instalime, do të thënë është 7.000 review-sa, është shumë plugin i lehtë në përdorim, shumë i mirë, edhe kjo ta mundson që ti domethënë ta bësh migrate website-in ose transfer për një domain një në domain tjetër ose për një server në lokal ose për lokalli në live server e kështu me radhë. Kjo domethënë është esenca e pluginsave ose shtesave në shqip se çfarë roli luajnë e kështu me radhë. Ktu domethënë keni me qindra mira pluginsa të ndryshëm që këtu domethënë mund të shikoni edhe në bazë të autorëve, nëse i kërkon në bazë tagave ose direkt në bazë të një keywordi të caktuar. Tash domethënë ë, është është pamja që direkt domethënë këtu do vini edhe do instaloni pluginat. Kishte domethënë sa i përket shtesave, nëse keni diçka të paqartë rreth shtesave, lirisht domethënë mund të bëni pyetje në grupin në WhatsApp, aty tek ligjërata që do jetë për këtë, thjesht vetëm atje bëni reply ose pyetni direkt domethënë tek pyetje përgjigje në grupin e WhatsApp, aty automatikisht domethënë unë do ju përgjigjem menjëherë. Atëherë shihemi në videon e radhës.